të shërbisan në këtë konferencë të shqip, merci e klubit tonë për që e këtu në Prishtinë, për një përballje si kjo me kampionin e Kosovës Drita, përballje kampionit të Vazhdimisë së Drejtë Shënjës. Natyrisht një takim që pjesën e garës pasim vetëm gjatë 19 minutave dhe gjithçka tjetër tjetë në kuadrët të miqësisë që kemi vërtuar në vite. Pra një top e qi dhe besëmshore jonë me drejtë krasniqit gatshëm për të përgjigjur të pyetjet tuaja. Përdorë. Karriera ime shumicën e kohës kam qenë këtu. Kam kalu një kohë fantastike këtu. Po në këtë stadion kam fituar gati gjitha titujt. Shpresoj që edhe nesër na përcjell ky fat dhe në fund dalim triumfues. Do jetë një ndeshje festive, një ndeshje besoj që do jetë një spektakël i vërtet si në tribuna edhe në fushë. Unë kam besim që si skuadra e Dritës ashtu edhe skuadra jonë është e përgatitur për të dhënë maksimumin. Është një ndeshje e rëndësishme të veçantë për shkak se ne takohemi në kompeticionet evropiane, konkretisht në Conference League dhe besoj që ekipi është i përgatitur që për të dhënë maksimumin, duke respektuar maksimum edhe kundërshtarin, konkretisht ekipin e Dritës. Ne shpresojmë që duke dhënë maksimumin dhe duke arritur që t'japim performancën më të mirë tonën, shpresojmë që të marrim rezultat pozitiv. Gjithsesi rezultati pozitiv për ne është fitore. Me të thënë drejtën nuk e kemi diskutuar me askë, nuk e kemi diskutuar me asnjërin prej tyre, por nuk e di, besoj që edhe ata janë në mënyrë të gëzuar që luajmë përballë neve, por të shohim tash si do të shkoj ndeshja, shpresojmë që në fund ndeshjes fati të jetë në anën tonë, por të shohim. Nuk kam asnjë dyshim që edhe tifozët tonë të jashtëzakonshëm, ballistët, edhe intelektualët apo edhe tifozët tjerë që do jenë nesër në fatit vogël dhe krijojnë një atmosferë fantastike që besoj që do ndikojë edhe shumë në motivimin e futbollistëve. Gjithsesi do jetë shumë e rëndësishme të jetë një ndeshje fair dhe korrekte dhe pastaj më në fund le të fitojë skuadra që do tregojë më shumë fushën e lojës, ajo skuadër e cila do ketë me vete më shumë fati sportiv apo edhe ajo skuadër e cila do i shfrytëzojmë më së miri rastet e krijuara. Po mendoj që jam i lumtur që edhe Drita edhe ne jemi në këtë kompeticion, sepse është në ndër ligat më të forta. Por unë tani për tani jam tek Shkëndia, kështu që dëshira jam dhe shpresa ime është që të fitojmë nesër ndeshjen. Normalisht jemi në një fazë të kampionatit me shumë ndeshje ku disa futbollistë kanë shfaqur shqetësimet, por 3-4 ditët e fundit gjithë futbollistët janë stërvitur me skuadrën, portieri jonë është stërvitur edhe para ndeshjes fundit, por ne vendosëm që mos rrezikonim për shkak se bisedoi për një lloj dëmtimi që pastaj mund të mbyllë edhe kampionatin deri në fund. Gjithë futbollistët janë gati, janë të motivuar dhe shpresoj që ata të cilët do kenë mundësi nesër të dalin në fushën e lojës, të japin maksimumin dhe të mundohen që të bëjnë një paraqitje sa më të mirë të mundshme. Sipas mendimit tim, Drita është një skuadër shumë e kompletuar dhe nuk bazohet në individualitete, por si forcë e ka kolektivitetin, do të thënë ata luajnë të gjithë bashku, janë disa futbollistë të cilët luajnë edhe shumë kohë së bashku. Ne kemi analizuar normalisht siç na kanë analizuar edhe ato, neve jemi shumë afër, ndjekim kampionatin e Kosovës, edhe ato ndjekin kampionatin e Maqedonisë, gjithsesi trajneri është nga Maqedonia. Besoj që ka shumë pak fshehtësi taktike në këtë ndeshje. Unë shpresoj që do jetë një ndeshje e hapur, një ndeshje spektakli dhe besoj në kualitetin tonë dhe në kualitetin e ekipit kundërshtar që besoj që do kemi një ndeshje që do ngritet më lart se kampionati ku luajmë ne apo kampionati Kosovës. Mendoj se ndeshjet e kampionatit dhe ndeshjet në Kupat e Evropës dallojnë, patjetër që do japim maksimumin, patjetër që çdo futbollist do dojë që të bëjë një paraqitje sa më të mirë të mundshme nesër dhe un kam shumë besim që do shihni një skuadër krejtësisht ndryshe dhe shumë më të motivuar krahasuar me kampionatin, për shkak se edhe ndeshja, edhe atmosfera që të krijohet përreth ndeshjes nesërme, besoj që të ndikojë që të jetë një ndeshje jashtëzakonisht shumë cilësore, ku gjithsesi çdo skuadër do mundohet që të fitojë skuadra vet. Mendoj që po, për shkak se ne humbëm 2 pikë vetëm sekondat e fundit, por
për qenë shumë korrekt, ne fituam 2 pikë kundër Shellburgit, po ashtu në minutat apo sekondat e fundit, kështu që mendoj që futbolli ndonjëherë të jep fatin, ndonjëherë të merr minutat e fundit, ka momente ku janë momente të dhimbshme, por ne duhet të pranojmë realitetin, si ne ashtu edhe ekipi i Dritës nuk qëndrojmë keq se për këtë pikëve, kemi edhe 3 ndeshje dhe besoj që të di skuadrat të timëve 3 ndeshjeve të bëjnë aq pikë që mjaftojnë për të dia së bashku për të kualifikuar, domethënë në raundin e ardhshëm, për shkak se ne tani përveç rivalitetit në fushë ne kemi edhe një lloj respektit jashtëzakonshëm në nivel klubi, në nivel stafi teknik, në nivel futbollistësh. Gjithashtu dua të ndërlidhem që shpreh një falënderim edhe një përshëndetje të jashtëzakonshme për gjithë domethënë në futbollin e Kosovës që vite me radhë kanë punuar që ne tani të kemi mundësi nesër të shijojmë një lloj spektakli siç nuk e kishim parashikuar dhe personat të cilët i kanë dhënë shumë futbollit këtu duhet të respektohen, të jemi mirënjohës duke nisur nga donatorët, presidentët, trajnerët, stafet teknike, futbollistët, për shkak se e dim që kanë sakrifikuar shumë dhe mundi i tyre ka qenë i jashtëzakonshëm për të arritur dhe për të shijuar një spektakël të tillë nesër mbrëmje. Mirë, falenderoj gjithëve që ishin në këtë konferencë për shtyp. Ju kujtoj që nga ora 20 është ora parë në seanca jonë stërvitore, duke qenë se njemi të gjithë, kërkojmë mirëkuptim të nisim 15 minuta më herët dhe natyrisht në ora 8 ta lëshoni stadionin. Ju falenderoj gjithëve që ishit, bashkë.